Territori shqiptar për datën 20 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, si dhe ndonjë rreshje lokale në veri dhe zonat malore në orët e pasdites. Në përgjithësi, moti do të jetë i ngrohtë dhe pranveror në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius, veçanërisht në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 6 deri në 12 metër për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit, her pas here, mund të arrijë deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 25 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 23 gradë. Peshkopi 8 deri në 21 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 26 gradë. Durrës 12 deri në 25 gradë. Kavaj 12 deri në 25 gradë. Elbasan 10 deri në 26 gradë Celsius. Berat 10 deri në 26 gradë. Korç 7 deri në 20 gradë. Vlorë 13 deri në 24 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 25 gradë. Sarand 13 deri në 24 gradë Celsius.